Një valë e egër të nxehtë ka përfshirë Europën jugore me temperatura ndëshkuese që kanë arritur në 46 gradë Celsius në Spanjë dhe kanë vendosur pothuajse të gjithë Francën kontinentale në alarm. Decia ekstreme e përforcuar nga ndotja që kanë lëndë djegëse fosile ka djegur për disa ditë Portugalinë, Spanjën, Francën, Italinë dhe Greqinë, ndërsa Europa jugore po përjeton valën e parë të madhe të nxehtit të verës. Temperaturat e larta kanë nxitur autoritetet në disa vende të lëshojnë paralajmërime të reja shëndetësore dhe të përgatisin zjarr fikset për të parandëruar shpërthimin e zjarreve. Më shumë se 50.000 njerëz në Turqi janë evakuuar nga shtëpitë e tyre për shkak të zjarreve. Në Portugali temperatura prej 46.6 gradë Celsius u rrëzuar në Mora në lindje të Lisbonës. Zyrtarët e motit po punojnë për të konfirmuar nëse kjo shënon një rekord të ri për qershorin. Jugu i Spanjës parashikohet të përballet me nxehtësi mbi 40 gradë Celsius për 3 ditët e ardhshme dhe me temperatura prej të paktën 25 gradë Celsius gjatë natës deri në të njëjtën në mëngjes. Mjekët kanë lëshuar alarmin për kombinimin e ditëve dhe netëve të nxehta, të cilat mund të shkaktojnë një stres vdekje prurës në trupin e njerëzit. Në Itali, ku 21 nga 27 qytete u vendosën në alarmin më të lartë të nxehtësisë të dielën, shtrimet në spitale në disa nga rajonet më të nxehta janë rritur me 20%. Njerëzit janë këshilluar të mos dalin jashtë mes orës 11 dhe 18. Në Francë, paralajmërimet për nxehtësi mbuluan pothuajse të gjithë kontinentin për herë të parë në histori. Rreth 88% e zonave administrative janë vendosur në alarmin e dytë më të lartë të nxehtësisë. Qeveria franceze u kërkoi bizneseve të përshtatin orarin e punës së stafit për të mbrojtur punëtorët nga nxehtësia dhe 200 shkolla publike do të mbyllen pjesërisht ose plotësisht për të paktën 2 ditë. Edhe Gjermania po merr masa për të nxehtin, duke u kërkuar punëdhënësve të marrin në konsiderat rrezikun për punëtorët e tyre. Britania e Madhe pret temperatura prej 34 gradësh Celsius në Londër dhe ka paralajmëruar banorët për kushte të pakëndshme. Nxehtësia vret rreth gjysmë milioni njerëz në nivel global çdo vit, me të moshuarit dhe ata me sëmundje kronike, veçanërisht të cënueshëm.